Mos e hidhni lëkurën e patateve. Bëjnë mrekulli për flokët dhe fytyrën tuaj. Nëse deri më sot I keni hedhur lëkurat e patateve në koshin e mbeturinave, pasi të mësoni se çfarë ndodh mund të ofrojë edhe shumë përfitime për lëkurën dhe do ta gatuani më shpesh edhe në mënyrë që të merrni përfitimet e saj. Patatet kanë në përmbajtje të vitaminës C, karbohidrate nisësht E dhe të gjithë këto përbërës janë shumë të ushqyeshëm për lëkurën. Eliminojnë shenjat, aknet dhe njollat e saj. Lëkura e patateve u jep shkëlqim flokut e dëmtuar dhe gjithashtu ndihmon në rritjen e shpejtë. Lani mirë 3 deri në 4 kokra patate mesatare dhe I qëroni me kujdes. Në një enë shtoni një gotë ujë, lëkurat e patates dhe 10 pika vaj esenciale rozmarine. Kalojeni në mikser dhe më pas e filtroni. Përdoreni atë përpara çdo larje dhe shkëlqimi I flokut tuaj do të jetë më I madh. Do të parandaloni gjithashtu edhe rënien më të madhe të tyre.